يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Falënderimi takon Allahut Azza wa Jall. Atë e falenderojmë, prej tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Salavatet i dërgojnë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe këtë muslimanëve që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Këtu po jemi duke folur rreth jetës në varr dhe ende normal nuk kemi mri bashkë ato të jeta në varr, por çato jem të ju përgatit për me hiqe në jetën e varr. Kjo është dersi 10 në këtë pikë që flasme. Herën e kaluar e fillotëm një hadith që thamë se hadithin ka sjellur Bazar ibn Hibani dhe Imam Hakimi al-Baihaqi këta, dhe thamë se Islami Sheikhul ka thonë hadithi është i vërtet. Edhe Sheikhul Albani dhe të tjerë kanë thonë ky hadith që e nisëm herën e kaluar kanë thonë që është i vërtet. Hadithi kë fillon kështu. Tash po i sjelli disa argumente se si Allahu Azza wa Jall e dërgon melekun për m'ia marrë shpirtin besimtarëve dhe pa besimtarëve. Si ja merr? Dhe thamë se na tregoi pejgamberi alayhi salatu wasallam këtë hadith që vjen prej Buhariut, që tha se kur t'i vjen momenti me ndru jetë mu'mini besimtari, أتته الملائكة الرحمة بحرير بيضاء. I vin meleket m'ja marr shpirtin me një mendafsh, me një qefin të bardh. I vin m'ja marr, po me vete ata melek që ja marrin muslimonit, besimtarit, shpirtin i vin me një mendafsh, me një qefin, me një qefin të bardh i vin me vete. Fa yaqulun ukhruji radiyatan mardiyya ank. Edhe i thojnë me njëherë presin me fjalë të mira. Edhe i thojnë, dil, o shpirt i mirë, dil në rahmetin e Allahut, në të mirat e Allahut, në mëshirën e Allahut. Ila rauhillahi wa rajhani. Ti një shpirt i mirë i knaq, hajde dil, me shku në rahmetin, në mëshirën e Allahut, edhe xhenetit për ty të mirat në xhenet presin ty. Dhe i thonë, wa rabbin ghayri ghadban. Hajde se tash ty kena me të dërgu, me të qu, të Allahu që nuk është i hidhëruar në ty. Janë isin, mi dhonë kurajo, besimtarit momentin kur t'ja fillojnë me marrë shpirtin. Ti shpirti mirë, ti që Allah është i kënaqur me ty, ti shpirt që kime gjetë mira të ka Allahu, xhennetet mira tu, hale pa ja nxjerr shpirtin ja nisin ja dhon që tu të mira edhe lavdata. Por edhe i thonë, hajde ditë se Zotin ty nuk është i hidhëruar. Sa mirë, bashkë që atu momentet më kritike të kësoj dunjoje, më kritiket janë që atu. Edhe tash me thonë kurajo, dhe se Allahu në ty nuk është i hidhëruar. فَتَخْرُجُ كَأَطْيَبِ رِيحِ الْمِسْكِ. Edhe del, shliruhet pak trupi tasht, nuk fillon me ik shpirtin për trup, sikur që ndodh palës tjetër, të këshive. Edhe kur del, që shfanderja ban Allahu, muslimonit, besimtarit, del edhe shpirti i tij, tha pejgamberin këtë hadith, shpirti është i shpirt, jo tash ai qefini që folëm, i bardhi, por shpirti si shpirt, elshën një aromë, më të mirën aromë, të misku që ekziston tuk, më e mirë se që aroma, del prej shpirtit ashtë, jo prej ati mendafshit edhe ati qefinit prej që vjen. Elshën, hatta innehu yetanawalhu ba'duhum ba'da. Normal, edhe e morin, se me leku ku t'ja merr shpirtin, edhe këtë në herë ma detaje e flasmi. Se me leket që vinë me ta morë shpirtin, një është kryesori, e aja ka punën me nxjerr prej trupit, m'ja dorëzu melekëve të tjerë. E këta melek të tjerë e marrin, edhe këta janin këtë aromë të mirë.
Ky meleku ose Azraili ose meleku i vdekjes e merr jep të tjerëve në dorë, hajde për, a mujte. Ja jep, edhe ata e marrin edhe me çu. Por këtë aromën e mirë e nin kësohet kalan për një grup meleku në grup tjerëve. Janin aromën e mirë të njerit të shpirtit të mirë. Thot vazhdon hadithi, hatta ya'tuna bihi bab as-sama. Deri sa kështu ata e marrin, kjo aromë e mirë del prej këtij shpirti, deri të vjen tek porta e qiellit të parë. Deri të vjen tek porta e qiellit të parë, fa yaquluna ma atyab hadhihi riha allati ja'atkum min al-ard. Ja nisin meleket që janë rojet të portës së qiellit të parë. Thujnë, çfarë arome e mirë po vi ka? Ka po ju vjen një arome e mirë, osh ka vjen nga toka. Sa arome e mirë. Edhe e nin pra edhe banorët, tani mirët leja, po këtë hadith nuk e zgjati për këtë, nuk e ka zgjat transmetimi për se si ka menduar që pas qielli, po deri këtu. E çka ndodh pastaj? Vazhdon historiku e pastaj tha pejgamberi, fa ya'tuna bihi arwah al-mu'minin. E pastaj e marrin pas një udhëtimi të gjatë shpirtin e mirë e çojnë tek shpirtrat e mirë, tek vendi i shpirtave të mirë. Pra deri që tash a e drejt së knasike me leket me dhon myshde, më thonë mos u stresa, ti je shpirti i mirë, ti je në trupin e mirë, kur del, e shën një aromë të mirë, edhe meleket që ditën prej aromës së mirë të ti, edhe meleket e qiellit të parë po që ditën prej aromës së mirë të këtij njeriu, e pastaj mirët quhet tek vendi i shpirtrave të mirë. E kur quhet atje tha pejgamberi në këtë hadith, unë do të bëj disa transmetime, tani çdo transmetim çka ka shtu, tregoj pjesa çka u shtu. E kur shkojnë ato, atë çka tha pejgamberi në këtë hadith. Tha ata shpirtrat e mirë, kur t'i vjen një shpirt i mirë ato, gëzohen, sikur jo kur gëzoheni kur ju vjen një i afërmi i juaj që ju ka mungu kohë të gjatë. Ju ka mungu kohë të gjatë, edhe kur të shihni, gëzohni, bën vakia dhe qohni në kombe ta përqafoni sene, gëzimi madh. Që ashtu tha, gëzohen shpirtat e mirë, kur shkon shpirti i mirë të ta që i ka mungu që një kohë, të kush, shkon shpirti i mirë, të shpirtat e mirë që ata në dunjoj e njoft. Nështë i ka vdek 10-15 vite, 20 vite, nështë 5-60 vite, para këti ka vdek. Kur shkon atje, vetë gëzohet ai, që ka prit hasret me ardh, që i dashrit i në dunjo, se kanë qenë burrat mirë edhe në dunjo bashkë, e ka prit hasret me mallëngjim. Edhe kur shkon atje të gëzohet, tha pejgamberi në këtë hadith. Fes elune, madha fa'ala fulan, mi po ata gëzohen që i erdhi ky. Por janë që një kohë, tha pejgamberi në këtë hadith, janë që një kohë të gjatë, duke e pritur edhe disa të dashur të tyre. Edhe janë nisin i thujnë këti shpirtit të mirë, o ti fulan, tash i thujnë me emër, ose o ti shpirti mirë, ku është bëni filani? Se ko që jemi duke e pritur. Jenë ko shuk në dënja, jenë ko njerës të mirë, jenë ko njerës të rrugës të mirë, e në gjami kënë shku bashk, e namaz, nështë namaz natë kënë bo bashk, e teravi bashk, e nafile, kejtë ato. Por që ata shpirtat e mirë që kënë shku ma heret, të e prit, edhe për e po të shpirti mirë, po edhe një filani be jem të e prit që s'di so, ku është taj? A di që ka i thujnë me lek të rejtit. Ose, nuk të me lek, i thujnë shpirtat që janë rejtit. Se të mije, të shpirtat e mije ka shku. I thujnë një tjetit, më se ngosni një herë. Më se pyetni me një herë. Po ata për i përmalimit të madhë, si kur për shamu të kush është përmalu për ty atësel. Edhe kur përmalohet për ty, nashta për ty dhe djolin tanë. Edhe nashta hopat e por, si të ulesh, a mujtë e qëshi, ku djoli? Thujnë që shtu, me një herë e pyet. Por, ata shpirtat e tjerë
ju përgjigjen që tyre pyetësave. Ju thonë, lene me se ngosni, se kjo arë për problemeve të dënjos. Se ngosni me njëherë. A i hesht, por, tha pejgamberi, para pa ju përgjigjet, edhe pse ka hek për problemeve të dënjos, se sene, edhe ju përgjigjet, tha pejgamberi, edhe ju thët, ama atakum, po ju po më pyetni për çat filanin, a s'ka kanë mesin tuaja? Se edhe para këtij që tasht, ai kishte shku. Ata veç ishin të e prit të njohur për njerit mirë, se ata nuk i kanë ditë shpirtat që kalojnë botën tjetër. Nuk e dinë se na tani më çka bojmë. A kanë më bo burrat mirë, a jem të kalu të boj ibadet, a nuk jem? Nuk e dinë. Do sa ne flitet veç për të vorë, më shku të vorë diçka tjetër. Për kështu, ata nuk e dinë. Kjo është edhe një gabim i disa sufive, dhe grupeve të devijuar, të cilët mendojnë se më s'vël, se ai shehu ty në Banvakia pe merr vesh atje pe këtu ani Kaçakova, pe merr vesh, ose edhe Banvakia ka vdek krejt, mos e pe merr vesh. Ose mos e pe merr vesh Aliu radiallahu anhu, ai ka vdek të shia tjetë maj. Ai ka vdek radiallahu anhu, që sa ku, ai na merr vesh edhe na përcjell dhe ati i lutemi. Ose Hasani ose Huseini, nipat e pejgamberit. Kështu nuk thuhet. Kjo është më dhon diçka që një lloj atributi që i takan Zotit më dhon atyne. Por me rëndësi, ai tash ja kthen përgjigjen, thot, a nuk qen ka me juve ky shpirt i mirë, i atij njeri të mirë, që po më fletni për to, që po më pyetni për to, as qen ka me juve? Kur ja kthen kështu përgjigjen, ata pak mërziten. Thot, khajr inshallah, thot. Dhuhiba bihi ila ummihi al-hawiya. Ai thot, qysh be ka bon puna ti kështu. Pas ka shku në vendin e shpirtave të këqij. Në një pjesë që vjen dënim për zjarmin e xhehenamit për ta. Se pas ka vendin të na. Por ata mendon se janë kon shok të mirë në dunjë, shpirtat e mirë, janë kon shok të mirë, edhe atje tash kanë të e prit hastret. Po kur ja dha lajmin kë, e morën vesh që ai ish shoku i tyre, pas deviju. Pas ka deviju, pas ka shtrëmbu rrugën, edhe tash ai veç pas ka vdek, por ka shku të shpirtat e këqij. Kjo është rastin këtë hadith. Unë halevesh një hadith të fol. Rasti si shkon deri çito shpirti të mirit. Po shpirti të keqit, vazhdon hadithi. Për shpirtin e të keqit tha pejgamberi: "Wa inal kafir idha ihtudira atatu al-malaikatu al-'adhabi bimishin fayaqulun." E atëherë për shpirtin e keq vin meleket në një pamje më të vrazhtë. Edhe i thojnë: "Dil o shpirti i keq. Dil o shpirti i keq. Ti që edhe Allahun ty është i hidruar." Tash të gëret, aja ka të lashën probleme, një herë dhimbje, gati shpirti të i dal. Edhe në qatë problem henez më të ashtu me këtë fjalë. Dil o shpirti i keq. Kjo është atu kur të buhen tani argumentet se shpirti mënën më mbrojt edhe me ik na për trupin e ti. Del tët. Ila adhabillahi azza wa jall. Del se ju veçkash shpirti i keq i thojnë, po i dojnë del o shpirti i keq, se tash ty dënimi Zotit të pret. Të mirit që thëshin, del o shpirti i mirë. Del o shpirti i mirë, se të mirat e Zotit janë të të prit. Të mirat e xhenetit po të presin. Rahmetit, të mirat e Zotit janë të të prit ty. Ndërsa të keqit, del o shpirti i keq. Se tashti ty është edhe ka të pret, edhe dënimi i Allahut azza wa jall. Fatakhruj ka'antani rihi jifetin. Tha pejgamberi, për të mirin ç'është tha? Kur deli miri, relaksohet kur i thujnë fjalë të mira, del let, tash i bini ata transmetime se ç'është del let, po më njëherë s'po të bëhen krejt, edhe del let, edhe kur del i ka një erë mirë, aromë mirë. Ke kështu? Për të keqin, tha pejgamberi, kur ti thuhet o ti njeri i keq, del se ty është ka të pret edhe dënimi i Zotit. Se ke qenë njeri i keq, shpirti i keq, në trup të keq. Kështu që çka i thonë tash? Tha pejgamberi kur del dhe e liran një arum më të keqen arum që është një në fytyrë tokës
me qasi arome dhe trupi, shpirti, i njeriu të keq për i trupit të tij. A përse çfarë dallimi? Me një aromë të keqe, thot del, hatta ya'tuna bihi bab al-ard. Derisa i vinë portave të tokës, po hadithi do të kuptohet portave të qiellit, të parë. Derisa tash i shpirt i ke edhe bili do transmetime tjera ka të kalem, po ato nuk pizgoti transmetimet. Me rëndësi me një erë të keqe. Deri te porta, edhe shkon te ato, edhe ata meleket që ruajnë portën e qiellit të shka është ka vjen një erë fort të shëmtuar. Prej tokës, çka ka ndodhur? Thot hatta ya'tuna bihi arwah al-kuffari, vazhdon pastaj historiku, kështu ka shkurtuar hadithi këtu. Vazhdon historiku derisa ata ai njeri keq shkon tek vendi i shpirtrave të këqinj. Edhe dallimin që është për në kjo hadith, shpirti i mirë, fjalë të mira të thon, e nxjerrin kur del, kënaqen me atë erdhë meleket, kur delaj edhe përgëzojnë, ti të vetë mirë, kjo. Edhe pastaj një aromë të mirë e lëshon shpirti i tij. Edhe çojnë tek njerëzit, vendi njerëzve të mirë, ata pyesin dhe çush ke historiku. Pastaj njëri keq kur po del ka si çortim fillim po i bajkan, ti shpirti keq del edhe kërcënimin tjetër se dënimi i Zotit është katpret. Se e ka njëri keq, dënimi i Zotit është katpret, kur del elshën një aromë të keqe, më të keqen që ka ekzistuar në tokë derisa shkon tek porta e qiellit. Edhe pastaj ai ju bashkohet shpirtrave të këqij. Kjo hadithi i parë. Hadithi i dytë që të shkat në ngjashme me këto, që edhe këtë hadith e ka sjellë Ibn Majah, edhe Imam Ahmedi dhe të tjerë, po këtu me këto fjalët e hadithit është Ibn Majah. Dhe Sheikh Albani ka thënë hadithi është i vërtetë. Thot, kur personi don me ndrujet, meleket i vinë ato. E nëse tha pejgamberi fa idha kana rajulu salih, nëse është njeri i mirë, qalu ukhruji ayatuha an-nafs at-tayyiba. Kur është njeriu i mirë, tash pe tham një hadith tjetër me disa ndryshime i ka. Edhe kur është njeri i mirë, thënë o ti shpirti i mirë del. Kanat fil jasadi at-tayyib. Ky shpirti i mirë ka qenë edhe në trupin e mirë. Edhe i thonë o shpirti i mirë del, ukhruji hamidatan, del se ti je një shpirt me nder dhe i nderuar. Del se ti je një shpirt i nderuar, wa abshiri bi rauhin wa raihan, del se na të përgëzojnë se ti tash sa të mirat e Zotit kanë me të prit ty. Dhe knasit, edhe sa knasit kanë me të prit, sa të mirat e Zotit kanë me të prit. Edhe wa rabbin ghayri ghadban, edhe del se Zotin ty nuk është i hidruar. Edhe këtë llath tha pejgamberi, ja thojnë me këtu fjalë të mia, kjo shtesa tash në hadith, ja thojnë vazhdimisht, nuk ja thojnë veç një herë, edhe më janë nxjerr shpirtin, por ja thojnë derisa ti del shpirti. Ata meleku të ja marr shpirtin, por kë vazhdimisht duke ja thonë melekët e tjerë, o shpirti i mirë, i një trupi të mirë, ti je i falëndëruar, ti je i nderuar, del të mirat e Zotit po të presin ty. E pastaj e morin, tha pejgamberi, se me morin meleket. Meleku i vdekjes ja merr shpirtin, ja jep melekëve të tjerë, edhe ata kalojnë. Kur vinë tek qielli i parë, edhe ata thojnë, kur vinë tek qielli i parë, pyetin kush është, sikur që në hadithin paraprak që përmendëm. Ata i tregojnë që jena me filanin. Por çka është interesant që edhe ata melekët e qiellit të parë ja dhojnë që ato lavdatat, qysh ja dhonshin melekët ja mor shpirtin. E pastaj për njeriu e mirë, kjo pjesë e hadithit. Për këtë të mirin e presin mirë melekët e qiellit të parë, edhe pastaj ja hapin portat e qiellit të parë për me kalu pastaj në qiejt më lart, e pastaj si kalon prej qiellit të parë, e duke ngritë qielli i dytë, e i treti deri te i shtati, e pastaj si bëhet llafi atje, biseda mes melekëve, shpirtit dhe Allahut, e pastaj si kthehet në tokë, këtu mbetim për herën e ardhshme, për shkak të minutave që na shkuan. Lusmi Allahun të na fort na mëshiron. Lusmi Allahun azza wa jall prej të mirëve të na ban. Lusmi Allahun azza wa jall që shpirtat tonë me lehtësi të na merr, alhamdulillahi rabbil alamin.